Një ngjarje e paprecedent ka ndodhur. Sokol Toma, ish kryetari i Partisë Demokratike në Lezhë, është dhunuar në mënyrë barbare nga disa persona duke i shkaktuar fraktura në këmbë dhe një prerje në vesh. Në lidhje me këtë incident të rënd, ka reaguar në formë zyrtare Ministria e Shëndetësisë që tregon edhe detajet, si dhe gjendjen shëndetësore të Tomës. Pacienti ST ndodhet në monitorim intensiv në urgjencën e Spitalit Universitar të Traumës me dëmtime në gjymtyrët e poshtme dhe dëmtime të veshit. Është koshient dhe në gjendje të stabilizuar, do të vijojë të marrë trajtim, shkruan Ministria e Shëndetësisë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.